Muna kanë votu ndryshe. E thanë edhe parafalësit e mi, prej anës djathë, që zakonisht nuk e marrin parasysh, se lidhen edhe me individin edhe më varet sa ka bo ai kryetari komunës. Pastaj kemi pas edhe koalicione cilat nuk jënë prit. Për shembull Kamenic, vetëvendosje AK, në Gjiljan, vetëvendosje PDK. Do më thonë shikohen pak ma tepër ngusht interesat, nuk isha mi qujtë personale, po na duhet me pa që njerëz i votojnë ata njerëz, po dhe vrapojnë shumë për ato vota. Kanë shpresa që punësohen, kanë shpresa që munden me bunaj biznes. Se gjithë mund po e marim këtë farë punën e qeverisë, jo bu kështu, pa aty me full të drejtën, gjitha partit jënë interesa. Ka shpresa se mu dhe me bo dhe biznes, kjo është e fort. Po për zotin që ashtu është kushtim sa, nuk është ashtu se ata që fitojnë, që kanë firma, edhe njerës të cilët jënë qeveri, po duhet me thonë shumë drejt, se njerës të dinë dhe nuk e thonë. Po bëhet qeveria, po dhe qeverim, për çfarë arsye, këtu jenë palët e interesit, se po bëhet gjithë që kjo luft, tash më s'pi u thonë. Po për parime, ne kemi me dorë që për parime. Për cilat parime, u kushtim hajtë kalzëm i cilat parime. Për posë që me qenë pushtetar, edhe me mujtë me përfitu personalisht, se pini shpesh këtu dhe dalin pushtetar tonë edhe thonë, po në qofë se mu më kërkon Kosova, unë do ta udheq përsëri Kosovën. Tha prezidentja, po kush e ka kërku mëre, po kërkush më s'ka kërku. Njerëz të i bojnë për interesa personale, kështu që këta dojnë, kanë ambicje edhe politike, edhe personale me qenë kryet shtetit, është e drejta tyne, dalin votim, njerëz të i votojnë. Për këtë arsye që kanë dalë, e hargjohen, shumë pare për me u zgjidh deputet e me ardhë në kryet shtetit, njerëz nuk dojnë me shku në zgjedhje, se shumë letë po thuhet këtu, po nuk jemi tu marrë vesh, hajtë po shkojnë në zgjedhje. Jo, atë pse nuk shumë zgjedhje, se që ata 120 veta që me nëzidhë zgjedh, nuk di ta ka në zgjedhë, mo. Ju e dini se qka është bo. Për juve pranvera, po që si pyes, ku ti konvenojnë zgjedhjet, po që si bëhet, për shembull asnjë formulë nuk gjen përgjigje deri tani, edhe vendoset shkohet zgjedhje. Kërkojnë një, kujt i konvenojnë zgjedhjet më shumë? Zgjedhjet valla nuk i konvenojnë kërkojnë edhe, unë qysh po e shoh, kërkush nuk ka dënë me shku në zgjedhje. Jo, vetëvendosi ka patur zëra që e kërkojnë. Ata kanë pasur se ata kanë punën mas keqte me Amerikanë. Me ju thonë të drejtën, se ata administrata Trump... Kosovë, pranveri, jo në Amerikë. Po në Amerikë, po qaj Amerikani e qiti Zelenski prej zyrës të bardh, zyrës ovale, shpis të bardh, edhe i tha shkojnë shpit vetë edhe e uli zonin edhe kërkoj falje, po nuk kem nevoj më rëmarë në këtë... E po thu që ashtu kanë një abo dhe këtina, po? Jo, zotin, me qëtë sistem... Abdigjikut me bo kryeministë. Jo, e kishton... Parë Abdigjikut si në reqën punë. Bili Abdigjikut kishton më s'gabon më marë në zyre, se s'ka fitu zgjedhje. Trumpi kishton në zyrë në vale. Pranvera i ke dy sulme majtas dhe djata. Po e shoh, po... O, do në, Fideli ka fitu 99%, po kur që ka shkel troma zyrë në vale. Kush ka flet me mendje lehtësire pranvera? Që keni ju, e keni për qefi. Edhe pas ne kush po funu me Gershon këtu. Drenor, ishe duke fol me zonjën. Kërkoj ndjes. Respektoni zonjat, se zonjat... Une kisha ashtu vetëm për dy kolegët e mi që i respektoj me të vërtet shumë, edhe mendimet e tyne i respektoj. Edhe pse i respektoj ta që janë mendje lehtë. Po, mendje lehtë janë pak, me fol për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me thonë që kush janë ata, po neve nuk na intereson kjo, po në farë mënyrë çështë do të ketë kanë me shija me Jo, veç tash e kanë lyp Abdigjikun. Veç Abdigjikun e kanë lyp. Po sa fut koca, ata e lypin kush e zgjedh populli. Drenar, fjalën kat përdore veç për vete, veç për vete personalisht. I the zot nis 2 herë atje, e ofendove, tash kjo është fol. Kjo është ofendim. Edhe kështu që ndoshë me fol vetëm me vete, kështu me mua nuk mundesh me fol. Okej, se këto zonjat kemi një respekt. Mendoj që duhet t'i kërkoj ndjes me që është zonjë. O, i kërkoj ndjes për ata nëse është prek, po se ka të hallo, po e ka hub konceptin se është ka thët kur Për çka? Jo, te nuk je ka den. Zoti Drenori, na i kena krejt puna tona, edhe pse punu e vim këtu si kur analist, nuk varemi as prej qeverisë, as prej debateve televizive. Kështu që dush me thonë, je komplet i pavarur, që ajo do të me thonë. Se nuk më pagun, nuk kërkosh marrë me folë. Jo po drejton aty, se kur ti fol fjallë, do shmu koqit masanera, se ta kthej njerëz ka me ndonë. O, kthej lirisht, përveç rujë, më të ka dhunë fizike se e para kamerës. Jo, dhunë fizike, që do shme i mas fjallë, me të vërtet. Po të shumë fjallë në stop. Cilat fjallë, mja fut Prese erdha këtu ndërmjet pak. Ta vendos paqen. Zona pranveri që duke fol pak për
çështjen e parimeve, më shumë.